O hoq, a shkojnë xhenet thot nëse shkojnë disko? Ti vetëm mendo momentin kur do të dalësh para të madhit Zot. Dhe kuptohet për një hadithit profetit alayhis salam se njeriu do të ringjallet në atë formë që ndron jetë. Mendo sikur në atë vend, pra ku shkon, të gjej vdekja aty. Si do t'jetë ndjesia jote, pra të vdesësh në atë gjendje. Prandaj, besimtari duhet mundohet përpiqet vazhdimisht që t'i ruhet harameve. Dhe të mundohet, aq pra, sa ka mundësi, të afrohet me të madhin Zot, duke i zbatuar urdhrat e Allahut lartësuar, duke u larguar nga gjërat që e hidhrojnë Zotin e gjithësisë, duke u largu haramit, pra duke u largu alkoolit, duke u largu imoralitetit, duke u largu gjërave të cilat e hidhrojnë krijuesin e gjithësisë. Sepse kur njeriu i largohet këtyre gjërave, e kënaq Allahun e lartësuar. E nëse ti e kënaq krijuesin e gjithësisë, Allahu i lartësuar ka për të ta mundësu me jetu një jetë të lumtur në këtë botë. Dhe lumturia e vërtet është në ato gjëra që i ka leju i madhi Zot. Shumë njerëz pra i mendon se me shkuarje në ato vende do të përjetoj lumturi, kënaqësi, por nuk është kjo lumturia, nuk është kjo kënaqësia. Edhe pse ndoshta shejtani ta zbukuron në një moment, por më pas pikëllim, hidhërim, mërziti. Dhe këtë shumë prej atyre të cilët pra i kanë përjetu ndjesi të tilla ose kanë qenë vende të tilla dhe janë penduar, i tregojnë. Nuk ka lumturi më të madhe se sa me u bind krijuesit gjithësisë, me u rujt prej gjërave që i ka ndaluar Allahu i lartësuar.